Shumë për jush në këtë sallë nuk do të bëjnë kur para. Dhe jo sepse nuk jeni të zgjuar, Unë jam Misi Gzhilli, vi nga bota e investimeve apo industria e real estate-it, dhe për ditë shikoj njerëz shumë të zgjuar që dështojnë dhe të tjerë shumë të zakonshëm që fitojnë. Kur isha student, i ulur në auditore, teoritë, modelet, sistemet, në vetvete të hedhura në letër, më dukeqin tepër të logjikshme. Dhe nëse do ndiqja hap pas hapi, mendoja që rezultatet do të vinin vetë. Por kur je në treg, shikon që gjëja funksionon ndryshe. Të gjithë e dim që jashtë kësaj salle, bota funksionon ndryshe. Dhe thash pse jo, t'ju jap eksperiencën që unë kam kaluar në këtë industri. Industria në vetvete, investimi në patundshmëri duket sikur është perfekt. Analizë, çmime, vendime racionale, por në të vërtetë një pronë nuk shitet sepse është më e mira, por sepse për dikë ajo është e duhura. Kështu që në këtë lloj këndvështrimi vendimet nuk merren nga pjesa e logjikës, por nga ajo që të gjithë njerëzit veprojnë, emocionet. Dhe për këtë unë po marr një shembull shumë konkret. Në përditshmërinë time si agent, shpesh kemi të bëjmë me listimet e pronave në gjithë zonat e Tiranës. Dhe po ju marrim një shembull, një apartament 2+1 100 m2, në cilën do zonë Tiranës, i mobiluar mirë, në detaje, rifinatuara të mira, parket industrial, një ngjyrë shumë e mirë, tavanet varura, drejtimi i ngrohtë. Dhe në krahun tjetër kemi një pronë e cila është me pllaka, ngjyrë e bardhë, një llampë aty, si ato që kemi parë edhe në rrjete, dhe shikojmë që edhe pse diferenca në çmim mund të jetë 500 apo 1000 euro për metër katror, shikojmë që ofertat neve na vinë për pronën e mobiluar. Pra, njerëzit nuk vendosen me logjik, por me emocion. Dhe këtë e justifikojnë me logjik. Emocioni justifikohet me logjik. Dhe nëse kuptojmë njerëzit, kemi kuptuar tregun. Nëse nuk i kuptojmë, veproni si të doni. Pikërisht këtu më vjen ndërmend të them që mbi vlerësimi i logjikës dhe në vlerësimi i njerëzve, neve na çon në vendime jo të duhura. Shpesh, në këtë industri, shikojmë që ndryshimi dhe qasja ndryshe në veprimtarinë tonë na sjell benefite shumë më të mira. Po ju marr një shembull. Në vitin e kaluar, në një shitje disa miliona euro që ne realizuam, ndryshimi i qasjes vazhdoi që në hapin e parë. Një pronë miliona euro që të referohet nga një roje parkimi. Të gjithë da mendonim, roje parkimi, sa e saktë do jetë prona, nga këto thashë themet që bëjnë të gjithë, por në vetvete ne vazhduam me procedurën, shikojmë pronën, bëhej fjalë për një tokë 40.000 m2 në një zonë Tiranës, dhe me një çmim që për ne ishte i shitshëm. Vazhdojmë procedurën e listimit, raportin financiar dhe të gjitha, dhe në listimin e parë e bëjmë shumë thjesht, na kap rutina. Harruam të ndryshojmë qasjen. E hedhim 2 foto, një përshkrim të thjesht, jo të detajuar, dhe në 6 muaj ishim më suksesshëm sa që s'morëm as telefonat. Çfarë të bëjmë? Pronari nga ana tjetër donte shitjen e pronës sepse i duheshin investimet për jashtë Shqipërisë. Tham, do bëjmë komplet një remarketing nga fillimi. Foto të reja, video me dron, prezantime të ndryshme, dhe i bëm këto. Dhe që në muajin e parë, ajo video me dron shkoi te personi i duhur.
të blerë si i duhur. Mba shumë perspektive, vështirësive që ka tregu imobiliar nga pjesa e dokumentacionit, prona u mbyll me sukses. Ne arritëm të finalizojmë një shitje disa miliona euro, vetëm nga ndryshimi i qasjes dhe në gjërat më minimale të mundshme. Roja parkimit, kontrata ekskluzive dhe të gjitha imazhet që i ndryshuam apo marketimi që i bën pronës. Dikush pret, dikush vepron, por nëse nuk e ndryshojmë qasjen, besoj që do të mbetemi në vend. Kur jemi student, ne mendojmë që kur të marrësh shkollën, kur të ke më shumë eksperiencë, të mbaroj këtë, të shikoj edhe këtë, por e vërteta është që ne asnjëherë nuk jemi gati. Madje edhe unë në shitjen time të parë nuk isha gati. Domethënë, shitja ime e parë ndodh në javën e parë të punës, ku unë kuptoja që industria mua më dukesh pak si mashtrim, me thënë drejtën. Domethënë thoja, unë vija nga një botë ku shise një televizor me vështirësi dhe jo më një pronë 50, 100 apo 1 milion euro. Por ja që ndodhi, në javën e parë, një shitje për 60.000 eurosh. Nuk dija asnjë gjë nga shitja, madje kur shkojmë te noteri, pyet për dokumentacionin, unë i them, notera thot, ka ndonjë problematikë me dokumentacionin? Po, nuk ka. E vetme gjë që unë dija të thoja ishte po, ka. Dhe pikërisht unë këtu kuptova që nuk duhet të di shumë, patjetër që duhet të mësoj, por duhet të veproj, të rrezikoj dhe të realizoj për të bindur atë që di të bëj më mirë dhe do duhet të bëj më mirë, të shes. Ne nuk dim të shesim. Askush nuk na mëson të shesim. Sidomos në auditore. Për studentët e biznesit, më e rëndësishme është strategjia. Për programuesit është produkti. Por në të vërtetë është vetëm të ditur si të shesim. Dhe nëse i dim të gjitha këto gjërat mirë së bashku, kemi një ide biznesi perfekte, jemi programues shumë të mirë. Nëse nuk dim ta shesim, asgjë nga këto nuk ose ka rëndësi. Ajo që dua t'ju tregoj sot është akti për të vepruar. Veproni, krijoni diçka, shisni diçka. Vendoseni veten në situata reale. Dhe aty do të kuptoni se si realisht funksionon bota. Nuk është të thonë që ti dini të gjitha gjërat mirë. Atë që dini, bëni më mirë. Krijoni, rrezikoni dhe krijoni vlera për të tjerët. Nëse nuk do ta bëni, do të jeni shumë të arsimuar dhe shumë të zakonshëm. Faleminderit.